Në këtë video do të mësoni për veprimtarinë e Komisionit të Qendrës së Votimit në rastet kur cënohet rendi dhe siguria. KQV ka në dispozicion edhe një set vendimesh dhe procesverbalesh në rastet kur cënohet rendi. Një ndër rastet më tipike të cënimit të rendit dhe sigurisë në qendrën e votimit është atëherë kur një person nuk pranon të dalë nga qendra e votimit. Komisioni i Qendrës së Votimit fillimisht pezullon procesin e votimit. Komisioni merr vendim për pezullimin e votimit. Sekretari plotson në librin e protokollit të mbledhjeve vendimin sipas modelit KQZ 0127. Vendimi nënshkruhet nga të gjithë anëtarët. Kryetari sigurohet që të gjithë anëtarët kanë nënshkruar dhe kanë shprehur votën e tyre pro ose kundër. Sekretari siguron që të gjithë anëtarët kanë nënshkruar dhe kryetari ka vendosur vuljen e tij. Më pas, sekretari vulos vendimin. Më pas, sekretari plotson procesverbalin për pezullimin e votimit KQZ 0012. Sekretari lexon procesverbalin anëtarëve të Komisionit të Qendrës së Votimit. Anëtarët e nënshkruajnë procesverbalin në rast se janë dakord. Nëse situata nuk zgjidhet, atëherë Komisioni i Qendrës së Votimit merr vendim për largimin e personave të caktuar nga mjediset e Qendrës së Votimit sipas modelit KQZ 0126. Sekretari plotson modelin e vendimit në librin e protokollit të mbledhjeve dhe sigurohet që çdo anëtar e ka nënshkruar vendimin dhe është shprehur me pro ose kundër. Pas marrjes së vendimit për largimin e personave të caktuar, Komisioni i Qendrës së Votimit merr vendim për kërkimin e ndihmës nga policia e shtetit për rivendosjen e rendit në qendrën e votimit. Sekretari njofton menjëherë sekretarin e KZAZ-s. Sekretari, kryetari dhe secili prej anëtarëve të qendrës së votimit raportojnë nëpërmjet aplikacionit të KQZ duke zgjedhur statusin pezulluar. Kryetari dhe sekretari i Komisionit të Qendrës së Votimit njoftojnë policinë e shtetit për të rivendosur rendin. Pasi rivendoset rendi nga policia e shtetit, Komisioni i Qendrës së Votimit duhet të marrë dy vendime. Fillimisht merr vendim për largimin e punonjësit të policisë pas rivendosjes së rendit në qendrën e votimit. Sekretari plotson vendimin, kryetari u kërkon anëtarëve të nënshkruajnë vendimin dhe të shprehen për qëndrimin e tyre. Kryetari dhe sekretari vendosin vulat respektive. Më pas, komisioni që në zotim merr vendim për rifillimin e votimit. Sekretari plotson vendimin. Kryetari u kërkon anëtarëve të nënshkruajnë vendimin dhe të shprehen për qëndrimin e tyre. Kryetari dhe sekretari vendosin vulat respektive. Duhet theksuar se në këto vendime pasqyrohet saktësisht ora e saktë e largimit të punonjësit të policisë, si dhe ora e rifillimit të votimit. Komisioni i Qendrës së Votimit pajis punonjësin e policisë me një kopje të vendimit. Kryetari, sekretari dhe secili anëtar i Komisionit të Qendrës së Votimit raporton nëpërmjet aplikacionit KQZ statusin e procesit duke zgjedhur opsionin normal.